Në vitin 2022, Blake Lemoine, një nga inxhinierët më potent të globit, inxhinieri i Google-it, pra inxhinier elektronik, u shkarkua nga detyra. Dhe e dini pse? Sepse ai tha që kam prova të pakundërshtueshme që inteligjenca artificiale po vepron sipas ndërgjegjes që ka, pra sikur të jetë një tru njerëzor. E di që për shumë njerëz kjo duket një marrëzi, ose duket jo marrëzi, por duket prralla më e madhe që mund të kemi treguar ndonjëherë, por ndiqeni me vëmendje deri në fund. 10 minuta kohë kemi, kështu që le të informohemi. Inxhinieri i Google-it, pra Blake Lemoine, është i pash një intervistë të tij para 2 orësh dhe pash një intervistë të vitit 2023, pra më vonë, një intervistë të tij, e kishte ftuar disa në një konferencë që bënin dhe ai tregonte që nuk e kuptoi që pse Google-i e shkarkoi nga detyra. Sepse sipas gjasave Google-i bëri atë që nuk duhet të bënte, e shkarkoi nga detyra sepse tha që tregoi sekrete profesionale. Cilat janë sekretet profesionale? Kush janë sekretet profesionale? Nëse shiko, është e vërtet që ne përdorim Google-in, por është po kaq e vërtet që Google-i duhet që të mbajë disa rregulla, sepse ne jemi brenda sistemit të tij. Pra ne të gjithë ne së bashku bëjmë sistemin e Google-it, sepse nëse nuk do të ekzistonin ne, Google-i nuk do të ekzistonte. Dhe unë do t'ju tregoj thash disa gjëra të rëndësishme që duhet të kuptoni. Kush është rastësisht t'i bëj like faqes që jemi sërish dhe ju falenderoj që jemi prerë bashkë. E keni vënë re që ndonjëherë kur ju pa e kapur telefonin, mendoni diçka dhe në momentin që hapni telefonin del ose shfaqet ajo që ti ke menduar? Sa herë ju ka ndodhur? Mirë. Duke filluar nga këtu do kuptoni gjëra të rëndësishme. Jo vetëm kaq, por do t'ju them diçka. Si ka mundësi që më përpara ishte Microsofti, bile para Microsoftit ishte IBM-i, pra si sistem operativ i rëndësishëm. Bile para IBM-it kishte dalë gjithmonë IBM-i e bëri një sistem operativ po flas, dhe më vonë doli Google-i. Si është e mundur që Google-i mori përpjestime të mëdha sa sot ka rreth 90% të gjithë çka ndodh në internet? E dini pse? Sepse luajti disa gjëra të rëndësishme që ju nuk e keni iden fare. Pra bëri shumë inteligjencë, sepse me shumë dinakëri dhe inteligjencë mori gjithë pjesëtarët e gjithë njerëzit në botë dhe gjithë pjesëtarët e mëdhenj që bëjnë publicitete. Do t'ja u them hap pas hapi se çfarë u bë. Fillimisht u hap Google-i dhe ishte një sistem operativ, krejt ndryshe nga të tjerët. Dhe të tjerët, për shembull Yahoo apo Messenger apo ku ta di unë, ose Microsofti, kishte një faqe ku brenda kishte çdo gjë, informacione, lajme, ku ta di unë. Kurse Google-i bëri diçka tjetër. Bëri vetëm një fushë të bardhë me një gjë që ti kërkoje dhe me një fjalë një shirit ku aty shkruaje çfarë të doje ti dhe kërkoje. Dhe ti brenda gjeje botën. Kjo gjë ishte, përveç se ishte e re, por ishte jo e lodhshme nga njerëzit, sepse ti kur futesh në një faqe, duket si një faqe interneti, kur ti shikon për shembull këta di unë, për shembull Yahoo, ose Internet Explorer, ose Firefox. Pra të gjitha këto, ti i shikon si një faqe website-i që ka çdo gjë brenda. Kurse ti kur shkon dhe futesh te Google-i, ka vetëm çdo gjë e bardhë dhe një pjesë e vogël aty që ti kërkon çdo gjë. Dhe kjo ishte pika 1, shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme. Dhe ti gjeje botën brenda. Çfarë bën më vonë? Më vonë ata bën diçka që se kishte bërë kush. U dhan mundësi disa kompanive të mëdha që të mund të reklamonin biznesin e tyre dhe të shfaqeshin në faqen e parë. Pra ti kur shkon për shembull, shkruan bie fjala Nadir Mura, nëse është emri klikuar, normal që shfaqet tek faqja e parë. Por kompani të mëdha që nuk njihen dhe janë të pasura,
Kur ti futesh dhe nuk del në faqen e parë, do të thotë që nuk ka paguar. Pra këtë bëri Google-i së dyti. U dha mundësi kompanive të mëdha që të pagonin $100, $200, $300 që të rrinin në faqen e parë. Që ti kur klikoje atë emër, ajo vendosej me fjalë ishte në faqen e parë. E dini pse? Sepse ishte studiuar nga disa ekspert që pas faqes së parë, maksimumi faqja e dytë ose e treta, pas atyre faqeve ti nuk kërkon më, nuk shkon të kërkosh më. Pra faqja e parë është tepër e rëndësishme. Dhe nga këtu ata filluan që të bëheshin miliarder. Sepse nuk ishte vetëm një kompani, ishte me miliarda. Por nuk mbaroi këtu. Sepse me kalimin e kohës bën edhe diçka tjetër. Bën që morën ose blen YouTube-in. Dhe YouTube-i u dha një mundësi akoma më të madhe. YouTube-i, përpara se të dilte YouTube-i, ishte një tjetër më i fortë se YouTube-i dhe quhej Metacafe. Metacafe, për ata që nuk e din, ishte eksaktësisht si YouTube-i dhe atë kishte bërë. Pra kishte bërë diçka, YouTube-i doli më vonë, por i pari ishte Metacafe dhe kishte një sistem të tyre dhe bënin me hapjen e faqeve, bënin në flash. Dhe ishte diçka e re. Por bën diçka ata, që ti në qoftë se do publikoje videot e tua brenda, ata shkonin dhe të jepnin një përqindje. Pra 10 cent për çdo video që shihte dikush. Dhe kjo disa i bëri të pasur, disa i bëri dhe të famshëm, si për shembull një Chris Angel, një magjistar, ai u bë aty i famshëm, bënte truke televizive me ndërprerje të telekamerave që të shkonte të kishte sa më shumë klikime dhe kështu u bë i famshëm. Pastaj filloi që të bënte edhe spektakle në botë. Por pikërisht nga Metacafe u bë. Mirë po, YouTube-i bëri diçka akoma më të fortë, sepse YouTube-i i dha mundësi sponsorve që kishte aktualisht dhe sponsorve të tjerë që u futën për të bërë publicitete në YouTube. Dhe u dha mundësi, pra bën ato shiritet poshtë, që se keni vënë re, shiritet që dilin më përpara. Tani e bëjnë direkt që mbyllin faqen që t'japin publicitetin. Më përpara ishte me shirite. Dhe secili bënte publicitet me shiritin e tij. Po ja u tregoj, më ndiqni me vëmendje, po ju tregoj se do arrim në një moment, në një vend të caktuar. Prisni. Dhe kjo ishte një arritje e madhe, sepse publicitetet ishin pa numërta. Bile në një moment të dytë, pastaj bën edhe publicitetet e shkëputjes komplet të faqes dhe futet publiciteti. Pra publiciteti detyruar që është bërë kohët e fundit. Pra kjo rriti çmimin dhe rriti sepse është pjesëmarrja që marrin pjesë në për publicitete. Nuk është shuma që ata pagojnë, por pjesëmarrja, sepse duke tërhequr një pafundësi njerëzish, miliarda njerëz që përdorin YouTube-in, edhe njëkohësisht edhe Google Research, pra motorin e kërkimit të Google-it, këta janë të gjithë klient, sepse klikojnë. Pra klikimet janë të rëndësishme. Dhe kështu bëri dhe këtë hap të madh. Por ishte hapi tjetër, akoma më gjigant. Android. Android është një sistem operativ që dikush thotë që nuk është njerëzor, sepse ka disa teknika që mendohet që nuk është njerëzor. Tani unë po ju them se si mendoj unë. Android sistemi operativ, duhet që të futej diku dhe me qenë se Google kishte në dorë gjithë këtë gamë të madhe të njerëzve, atëre vajti dhe trokiti tek telefonat celular, që të kishte një lidhje direkte. Dhe foli me Samsungun. Samsungu i dha bashkëpunimin dhe filluan që të bashkëpunonin së bashku, të fusnin sistemin operativ, sepse Samsungu ku do shkonte. Në qoftë se Samsungu do bënte një sistem operativ vetëm, ishte detyruar që të kalonte nëpërmjet Google-it, sepse Google-i kishte një sistem operativ të tij. Por duke përgatitur këtë, pra një Android, sistemin operativ Android, aty pushtoi komplet botën, sepse sistemi operativ Android është ai që përdoret pothuaj në pjesën dërmuese të njerëzve, 70%. Dhe iOS, pra iPhone-ët me iOS-in e tjerë, përdorin shumë pak, përdorin 20-25%. Dhe sistemi operativ Android është ai inteligjenti që unë doja t'ju thosha.
Dhe në qoftë se I keni vënë re, si ju thash ju, kur shkoni të futeni në disa faqe, ju përpara se të futeni në këto faqe, mendoni diçka dhe del aty ajo që ju mendoni. Tani më thoni se çfarë ndodh. Çfarë mund të ketë pas kësaj lëvizjeje gjigande që kanë bërë hap pas hapi gjithë ky sistem, dhe ku dikush pretendon që është diçka aliene, diçka që nuk vjen nga raca njerëzore, por është një sistem, sepse duhet të dini dhe diçka që t'jemi më në brendësi. Mendohet që njeriu deri nga viti 1800 pra nuk kishim asgjë, dhe nga viti 1800 dhe këtej ne patëm një dyndje të madhe të teknologjisë. Dhe teknologjia që kemi sot mendohet që është e falur. Dhe thuhet që pas viteve 50, pas luftës së dytë botërore, u vun Amerika ra dakord dhe vendet e tjera, por Amerika në vend të parë, që ra dakord me një grup, si shtuhet, jashtëtoksorësh, ata do jepnin teknologjinë në këmbim të nuk e di të çfarë, por I dhan teknologjinë. Dhe teknologjia filloi që nga kompjuter. Kompjuteri I parë lindi në vitin 1954. Pastaj filloi telefoni nga vitet 1970. Në mastigjer filluan kompjuterat nga vitet 80 dhe pastaj telefonat nga vitet 1990, pra në mastigjer të njerëzve. Dhe në një kohë shumë të shkurtër, ne përdorim telefonat celular sikur çfarë them, një teknologji 6 mase e ndërlikuar. Dhe në qoftë se sistemi operativ, pra që kemi sot, do të lidhet me inteligjencën artificiale, unë jam I bindur që inteligjenca artificiale ka diçka që ne nuk e kuptojmë. Dhe ashtu si ju thash dhe në fillim, si është e mundur që Google të mund të shkarkojë një nga njerëzit më potent, pra një nga inxhinierët më të mëdhenj, sepse ai tha që unë kam prova që inteligjenca artificiale funksionon tani njësoj si një tru njeriu, sepse unë kam prova për këtë. Pse duhet ta shkarkonin? Pra, mos ndoshta me të vërtet ka diçka pas kësaj inteligjencë artificiale dhe pas kësaj teknologjie që ne përdorim, që nuk do që dikush të vë bastunin në për rrota apo të thot diçka tej atij programi, sepse në qoftë se nuk lejojnë njerëzit, atëherë duhet të mendojmë që ka një program që I shkon në destinacionin e dur, dhe këtë program askush nuk mund ta anashkaloj. E përsëris edhe një, nuk ishte vetëm ky, por ka dhe të tjerë ekspertë të inteligjencë artificiale që janë larguar nga inteligjenca artificiale sepse janë të bindur që ka diçka pas dhe vetë ata nuk e kuptojnë. Kur nuk e kuptojnë ata, merreni me mend ne. Do të dëshiroja një komentin tuaj tani. Çfarë mendimi keni për këtë argument? Kalofshi bukur.